Unë për vete kam një lloj urrëtie, një lloj përçmimi për njerëzit që proharasin, për njerëzit që gëzohen, kur shohin vendin e vet që shkatrohet, kur shohin farafishin e vet që vun, kur shohin njerëzit e familjes vet që rrëpatën edhe kënaqen, sepse kanë pas armiq mrena vet familjes, mrena vet fisit, mrena vet kombit. Kështu m'gjajnë këto maskaret, këto iranianët në përbot, këtu në Amerikë, që dalin në kërcejnë, në festojnë, kur raketat izraelite dhe amerikane binë si shim mbi qytetet e tyre mbi Iran, kur flakët ngrihen nga pallatet ku jeton populli i tyre, natyrisht i qeverisë, nga një qeveri mendojnë ne barbare, nga një qeveri mendojmë ne që ka kriju dhatra, zjarrësh në vendet arabe, Yemen, Liban, edhe që kërcënon pa diskutimisht qëndsin që fute Izraelin. Unë jam me Amerikën, edhe pse e di që Amerika këtu është pa drejt në ca drejtime, por shkon për të mbrojtur interesat e veta, dhe në qoftë se Amerika prirët për interesat më shumë të Izraelit, mos harroni që kemi bazat kudo në për vendet e vështirshme gjajnë këto njerëz që proharasin që nga vendi i tyre. Natyrisht, unë do doja që ata të shprehnin. Natyrisht thash do doja që ata të shprehnin një lloj lehtësimi në qoftë se ky regjim për ta ka qenë regjim diktator, barbar, i pa drejt, i pa denjë për vendin e tyre, por jo të festojnë dhe të gëzojnë. Unë dërëm sot nuk kam pa familje që dalin dhe të kërcejnë, e të hedhen valle, të kënojnë prej qefit së vëdiq, një afër me tyre që po vunte, fjallëve janë. Ose një familjes e tyre që kishte qenë i poshtër, e kishte fut farafishin në sherr me ta. Ti nuk del të vallëzosh të kërcesh, mor qene bërqeni or njëri përshtir, kur të shkatrohet vendi jot. Por kjo është bota, njerëz të vegjël edhe nuk ka më të poshtër se ata njerëz që kërkojnë shkatrimin total të shtetit të tyre, të kombit të tyre, po kryesisht shtetit të tyre, po ama qyteteve, anijeve luftarake, raketave që ata kanë, se ata nuk i ke vetëm për sulm, do t'i kesh për mbrojtje, duhet vi keq, se do vi shtinesen për shtet, por jetë kërkosh shkatrimin e vendit, sikur t'jetë kjo botë me 1 milion sa Berisha, Edi Ramës edhe i ndoshte këto do bonte për t'i marrë për shtetin Berishës. Por unë nuk po flas për politikanët, se politikanët janë njerëzit më të përshtirë, janë dhemjet që jetojnë me gjakun që i thithin kombit vet, që janë këto kisha kërpush, si quhen ta, rishnat, pleshtat. Unë nuk po flas për politikanët. Politikanët janë njerëzit më të përshtirë që ekzistojnë në botë, nuk për shpun nëse është Donald Trump, apo është një vendi nga më të varfërit e më të parëndësishmet në botë. Nuk përshpun, politikanët prandaj janë politikë dhe prandaj janë gjendje të ngjitin atë karrierën politike derisa të bëhen udhëheqës shtetit, se janë të poshtër.
Por unë po flas për popullin e thjesht, për turmat që dalin, kësojnë, vallëzojnë. Këto për mua janë njerëzit më dhemje, më të përshtirshëm, më të pabesueshëm, askush nuk mund të besoj këtyre njerëzve. Por mos i thash këta, du të flas për ata që desha të flas. Sot bota është në një moment katastrofik ku nuk kuptohet dhe nuk dihet se çfarë po bën. Amerika dhe Izraeli duhet ta ndalin luftën më një herë, edhe të deklarojnë që fitun luftën, që misioni i tyre ishte ky që ata arritën mbrana natës. Diçka që asnjë fuqi sot në botë nuk e arrin ata, që arriti Amerika dhe Izraeli natën e parë. Në ditën e dytë lufta duhet kishte marrë. Që ne e arritëm objektivin tonë dhe e kanë arrit, po ditën ta kuptojnë. Sepse u dhanë mësimin natën e parë iranjanëve dhe gjithë botës që ne, me qoftë se ti dukesh kërcënues për ne, ta heqim kokën. Edhe se ne nuk jemi as i Rusia, që ka 10 vjet që lufton në Ukrainë, e as i Kina, që nuk është në gjendje sot për sot maset marë as Tajvanin. Fjala vje. Këto e kishin mundësin mrena oreve, mrena ditës, ta ndalnin luftën. Bota do t'i njifte ashtu siç janë, se janë fuqia më e madhe ushtarake e botës. Izraeli edhe Amerika. Ajo Izraeli vogël është më i fuqishëm se sa shumë shtete të mëdha në Evropë. Sa është i gjithë i bazë ushtarake. Është një anije, një flotë detare amerikane të mbaron kontinente jo shtete. Merë me mend, një Izrael nuk është i vogël, është pafund i madh, po t'jetë i gjithë i bazë ushtarake. Se njerëzit mendojnë si mundet një Izrael i vogël të ketë, të më thanë, homogjeni, t'i vejnën thundrën e vetë, gjithë vendet arabe, nuk është Izraeli vogël. Është një bazë pafund të madhe amerikane në Izrael. Por Izraeli, vëllezër e motra, edhe Amerika, kë përbindesh që do të duhen shteteve të tjera shekuj të arrijnë nga fuqia ushtarake, e manifestuan edhe një herë se që janë gjendje të bëjnë. E bon Venezuel, njerëzit nuk i kuptojnë këta. Bilas njerëzit që punojnë në administratën amerikane nuk i dinë dhe nuk e shohin. Jo më këto mjopët, këto tralelat e medjeve, këto nuk i kuptojnë për shembull që Amerika ndali së mbështetmi Ukrainën muj përpara se të shkonte në Iran, sepse kanë një president madh Amerika, jo president që vjen nga bankët e shkollëve, nga këta tralelat e partive, po që vjen nga jeta, që e ka mësuar jeta. Donald Trumpin boj pazare, ai që kur ka qenë herën e parë dhe tashti ka pas synim shkatrimin e Iranit, ka bo pazaret me Putinin që unë nuk do ta mbroj më Ukrainën që ka mbrojt ai kush ishte Biden, me kush që kur t'i bi unë Iranit, ti mos dalësh që të mbrosh Iranin, se ndryshe kretë raketet e për krahin. Këta janë njerëzit e mëdhej. Donald Trump ka humbë kurse disa herë biznisët e veta, ka falimentu, edhe është ngrit. Njerëz të tillë ngrenë perëndori. Mirë, për nuk i njeh botë. Për shembull,
që ai boni pazaret me Putinin edhe e la Ukrainën balt, që Putini mos shkojë të ndihmoj Iranin kur t'i bjerë Iranit. Ai shkoi e mori se mori të morë naftën e Venezuelës që ta ketë të gati kur t'i hyj Iranit edhe të blokoj Irani që sternët e naftëve që mos dalin nga gjiri përsik ta ketë naftën që ka vetë sa të hajnë qend ka Amerika me majtë gjithë botën, ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, por kishte siguru Venezuelën. Pse i bën këta? Që bota le të vuj për gaz, nuk vun Rusia për naftë gaz, sa është prodhuese e madhe e këtyre. Pra nuk dëmtohet ekonomikisht Rusia nga kjo luftë, por forcohet Rusia se ti kur ke një mall që do ta shesash në pazar, ti nuk vun se u shkatrun ata të tjerë që kanë mallin tënd, ti përkundërzi forcohesh ekonomikisht të ta shtiesh atë sa dush. Pra nuk vun për naftë Rusia, nuk vun për naftë Amerika. Ata që vun për naftë janë vendet aziatike. Pra shikoni sa i madh është ky lloj njeriu. Trumpi që njerëzit nuk i kuptojnë dhe thonë Amerika lanë balt Ukrainën. Se kaq janë, kaq din. Qoftë në Amerikë, qoftë në Evropë. Lamon Shqipëri. Shqipëria tralala, gjën lajmet, mësojnë ai gjën nga tjerët nëpër botë dhe i thënë aty. Nuk janë të gjendje të kuptojnë ku ishin arsyet që Amerika, jo vetëm nuk e përkra, po i thot ati të Zelenskit, Volodymyr Zelenskit, qepe gojen, se ta hullty raketën edhe i thot popullit vet, që e kanë mbrojt vet Amerika, e kanë ngrejt vet në luft. Amerika njerëz, miq e shok, është një shtet i madh, ka një fuqi të pashtershme, por e ka themrën e Akilit. Themra e Akilit në Amerikë është publiku amerikan që stjep votën, qoftë se do t'ju tregoj juve një shembull me Broja, sa nga ju nuk ndiqni futbollin. Armando Broja edhe Amerika janë të ngjashëm. Amerika i ka kriju të përshtypjen Amerikanëve që është në gjendje të fitoj betejet pa derdh një pikë gjak. Edhe sa ko që Amerika bën luftra në përbot, procesat do të ketë gjithmonë, kundërshtarët do të mundohen me gjithmonë diçka me kundërshtu, me protestu, si ku do në botë edhe këtu. Po do ketë edhe nga ta që do kundërshtojnë me ashtu besojnë, po ka plot që janë që kundërshtojnë thjesht për kundërshtu. Kundërshtarët do ngrihen, por populli amerikan në përgjithësi e mbron presidentin edhe shtetin e vet, e ushtrinë e vet natyrisht, kur shkon e bën luftë në përbot. E mbron. Edhe këtë radhë që ka shku pa miratim nga kongresi, këta bëjnë njerëzit e mëdhej që vi nga jeta, pa miratimin e kongresit, edhe këtë radhë e mbrojnë. Mirë po e mbrojnë sa ko që nuk vinë trupët amerikane me arkivol. Se këta janë mësu të shti që Amerika nuk në duhet derdh gjak, ushtarët amerikanë nuk duhet vëritën, e botën të bëjmë pluhun e hi, po kjo s'nodh gjithmonë. Sidomos në një vend si Irani, kjo s'mund nodh. Do vinë, këtu e ka themrën e Akilit, është thashti Broja. Broja, sa herë që ka hyrë fush me kombëtaren shqiptare, ka qenë lojtari më i mirë që kemi pas edhe kur s'ka dhonë asgjë. Por ne jena mësu që Broja është kriju përshtypje që kur të hy dhe boj të pa mund me në gjana që s'mundi boja s'kush, ndryshe po si bojnë e ta, e s'qe gjo Broja. Edhe nuk ja falim edhe kur tjerë të kosisi sa të futet Broja në fush, a i
sprintin e parë që të morë, është i vetmi lojtar në botë që do ta vrasin, se s'ka njeri në botë të maj mbrojtës tjetër, edhe hudhin thesën tokë. Unë thash dje në një video, duhet për njerëz të lojtar të kalibrit brojës që i vinë botës, jo Shqipërisë, një herë në 20-30 vjet, në qoftë se tjetër e vret me dashje, siç vrasin brojën, ai person që vret me dashje, një njeri, një lojtar të madh, si broja, duhet të përjashtohet një herë për gjithmonë nga futbolli. Kështu i mbrojmë ne gjenit që na vin futboll. Kështu është edhe Amerika, e ka themrën e akilit, që po qesë fillojnë të vinë trupat amerikane në arkivol, me arkivol në Amerikë, atëherë populli amerikan nuk e përkramo luftën, ti hum pushtetin se të votojnë jashtë. Votojnë jashtë se kam kuptimin që nuk të japin votën, të nxjerrin jashtë gjatë votimit. Kjo më bon mu që të them që Amerika e boni çka kishte për të bo natën e parë, kur boni bombardimet, i vrau gjithë udhëheqjen e Iranit, nuk kishte më nevojë të vazhdonte bombardimin, duhet të ndalte luftën me një herë, të jepte më kuptu irinjanëve të ri që duan të formojnë qeverinë. Ne kaq e patëm me ato kryetarët e qeverisë, me ato kokët e qeverisë, tash ju tjerë formoni qeverinë, riforconi shtetin, mdheni gishtin kokës, boni lidhjet me ne, boni atë, pra lidhuni me ne, boni atë që duam ne, mos kërcënoni me Izraelin, se e dini që pret prapë si shpriti këta kanamenin, se ka se nga ju e dini që i fus një rëvon atë. Pra boni këto dhe vazhdoni atë qeverisjen e ju jeni prapë në pushtet, ju rëzën kombi ju e shpuno ju, por në momentin që në momentin që e realizu në të që patën për të realizu, të kishin hikë dhe si shtë vra një ushtarë amerikan, nuk ishte sulmu një ambasad amerikane, nuk ishte dëmtu as një bazë amerikane, në ndryshe, në qoftë se bëjnë këto dhe se bëjnë shpejt, Amerika do humbi luftën shumë shpejt. Do ta humbi luftën shumë shpejt, se mvaret se çfarë quhet fitimi i luftës. Amerika e fitoi betejën dhe fitoi luftën po të kishte ndalu natën e parë. Amerika tregoi që fuqia e armëve edhe taktikat e betejës, taktikat, jo strategjitë, e fitojnë betejën. Amerika fiton çdo betejë, por mungesa e strategjisë humbin luftën, do ta humbin luftën këta, se s'kan strategji, nuk e din as vetë çfarë duan, çfarë kërkojnë, po kalojnë një luftë kështu natëshare. Kjo do të bëjë që ta humb luftën Amerika, sepse nuk duron populli amerikan të vinë viktimat. Do ta humbin luftën, dhe kur të humbin luftën do humbin prestigjin e përpot, se edhe pse ka fuqinë ushtarake sot për sot, ta shkatroj gjithë botën, pa përdor armë atomike, se po përdorem armët atomike, botën e shkatron edhe Izraeli, edhe Franca, edhe India, edhe Pakistani, Rusia po, pra gjithë e shkatrojnë botën, me qoftë se përdorin bombët atomike. Ne themi pa përdor bombat atomike, Amerika e shkatron botën, po Amerika do humb luftën në Iran me këto strategjit gabume që ka Shtëpia e Bardhë, Pentagoni, edhe Tel Avivi apo Jeruzalemi. Unë akoma nuk jam i sigurt ku është ambasada, ajo kryeqyteti Izraelit. Më falni sa ignorant që jam. Asnjëherë, gjithmonë them ora të shikoj a kanë shku në Jeruzalem apo akoma janë në Tel Aviv, këto të Izraelit. Por edhe një herë vëllezër e motra, këtu është gabimi. Amerika është i fuqishëm, është një akil që se vret kush, pa ka themra në akilit. Po fillove t'i vrasësh ushtarët amerikan, po fillove të vrasësh popullin amerikan, po fillove të dëmtosh bizniset amerikane në përbot, Amerika nuk të përkramon luft. Se s'është mësu me këta, është mësu të fitoj pa gjakderdhje. Prandaj hikem edhe nga Afganistani. Kjo të është
Ç'na hyn punëve kjo, do thonë jo. Këtu është e gjitha, s'unë flas gjatë. Se flas gjëra që se thonë ashtu tjerë tamam. Ose nuk e shohin, ose nuk e dinë, ku do t'i jo. Unë flas gjatë për vendin tonë, për kujdesin që duhet kemi ne. Sepse bota është një qosh sakak, është një mine me sahat, është një fuqi baruti, që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Ne jemi pa mish në Ballkan, ne jemi pa mish në Evropë, ne jemi pa mish në botë, edhe kërkojmë të bëjmë mish me zor. Edhe jemi besnik për vdekje atyre që kanë po një gjë shumë të vogël për ne. Thoshte baba im, kur nuk isha i vogël, kam qenë burr, po që kur isha i vogël e kisha dëgjuar që Gjermandi kisha thonë gjyshi vet, një cigare t'i japësh të shkëmbesh me ta një herë, ato ta sillnin nga kapanoni se kanë qenë aty, krejt ushimin e ushtrisë ta sillnin ty, binin ushtarët me punuan plugut tokën për një cigare duhan që i jepje bosh mirënjohës. Nes na kanë bo shumë bota, shumë pak. Në Kosovë na kanë bo një të mirë, pafundësisht madhe Amerika, që për interesat e veta, ose për planet që patën bo, po prap në Rusi, se Rusia e ndali luftën në jo bombardimet e NATO-s, po këto nuk thuhen, këto janë të fsheta. Delegacioni Amerikan shkoi në Moskë, edhe i premtoi gjona që ata s'mund t'i refuzonin, që t'i thoshte Serbisë kapitulla, s'kendi mendime. Edhe në moment Serbia kapitulloi, natyrisht pra është prapa Amerika, është puna Amerikës, nëse me bombët e Clintonit nga ajri, apo me delegacionet në Moskë, ata e pun paqen Kosovës, edhe bile ka qenë Klarku për shembull, ka pas një përplasje që e ka në aty në aeroportin e Prishtinës, se shkun këto rusët përpara, bravo i qoftë Klarkut, evitoi, se Klarku nuk ka qenë vetëm një komandant strateg ushtarak i NATO-s, por ishte edhe një diplomat i madh dhe kishte qenë një president i mrekullueshëm. Evitoi luftën, por desha të them që ne duhet jemi të kujdesshëm, duhet lozim rolin e Indisë që është një shtet i madh, shteti më i madh i botës sot për sot. India duhet bëj shembull i politikës së jashtme dhe i aleancave në botë për Shqipërinë e vogël. Ata që bën India e madhe, ata duhet bëj dhe Shqipëria e vogël, edhe Shqipëria është e kujdesshme këtu. Me këto, Edi Rama është një kriminal. Edi Rama është njëri më duket skizofren. Por Edi Rama është një diplomat i mirë, kur falni për shprehjen e do bëtha Edi Ramës. Edi Rama është si ky Modi e ka ky Indis, që ai është mik i përhershëm edhe shteti indian, edhe kombi Indis me Iranin, lidhen që në kohën e persëve të lashtë. Këto ka një lidhje gati shpirtërore, India me Persin, edhe vazhdon deri sot me Iranin. Edhe dy shtetet janë shtete mike, edhe kombët janë kombe miq, edhe ata bëjnë biznes se kryesisht duhet nafta Iranit Indis. India nuk e don shkatrimin e Iranit. India në të njëjtën kohë është mike, që s'ka nevojë, është një shtet i madh i fuqishëm. Izraelit aq sa është mike e Iranit, se i harroj këto e femërore mashkullore, kurse s'ka gjeni femërore mashkullore në gjuhësi, në gramatik, në anglisht, përveç se she ose he tjerët s'kan më pastaj. Pra dhe herë, ky Modi i Indis madhe është i kujdesshëm dhe na tregon neve sa përshkoi para luftës në Izrael. Ju kujtoni se këta janë të rastishme. Këto nuk janë të rastishme, janë para përgatitjet, se i vetmi
shtet që ka lidhje shpirtërore, që është shtet i fuqishëm dhe i madh dhe që bën biznes me Iranin, është India. Edhe para Kinës dhe para Rusisë që mund të ndihmojnë Iranin, këta patën frikën din. Ka qenë takimi para se të vinë i përzemërt i Indis në Izrael me Benjamin Netanyahu. Pra duhet i shiftin me kujdes këto, ka qenë para se të vinë sulm, që të sigurohen që India nuk do të ndihmoj me raketa, me municione, me këto, se edhe sa jo çdo të thot me lidhje shpirtërore, do të thot kështu që edhe në qoftë se po shkatrohet vetë si shtet dhe nuk përfiton asgjë, të mbron ty sa je i veti. Për shembull, Rusia mund të shesi ty për pazaret me Ukrainën. Unë nuk suportoj Iranin, ti mos i jep armë Zelenskit dhe jemi në rregull. Bëj çdo ushtim Iranin, mblet bëj unë ç'të du me Ukrainën. Kina nuk vjen të mbroj Iranin thjesht se ka për zemër dhe don fort, po ka biznisat dhe nuk don Amerikën të forcohet dhe ka dhe ato frikën e se këtë Tajvani, pra kanë interese. Kurse India ka lidhje shpirtërore, pra janë masë dy kombi më i afërt për Indin është Irani. Nuk është Pakistani që ka qenë një shtet dhe janë armiq për vdekje me Pakistan. Pra në botë i vetmi shtet dhe kom që ata mund të marrin afër dhe mund t'i besojnë janë iranianët. Shikojeni me kujdes. Edhe presidenti apo kryetari i qeverisë iraniane Modi ka qenë atje vetëm pak ditë para se të dhonte sulmi në Izrael. Shifti sa të kujdesshëm janë diplomacitë, planet para lufte. Po këto s'bëjnë plane për gjatë luftës dhe mas luftës, këtu e kanë të keqen. Se janë, tash çfarë ndodh? Këto ndryshojnë vëllezër e motra. Aleancët prishen mes luftës. Mussolini dhe Italia fashiste ishte vllai dhe krahu i djathtë i Hitlerit dhe Gjermanisë naziste, por ndryshun mes luftës, u quajt falimentun, s'ka rëndësi. Çfarë do ndodhi? Aleancët ndryshojnë. Edhe kur Amerika tërgoj dobësitë e veta, Amerika ka shumë dobësi. Amerika e ka zbraz arsenalin e vet të raketeve në Ukrainë. Nuk kanë pas këto mundësi të çojnë më në Ukrainë se ajo si thonë numri i raketeve që shpenzohej me ato që prodhohej ishte më i madh i shpenzimit gjatë luftës në Ukrainë. Pra është zbraz armatimi i madh. Edhe këto natyrisht që nuk kanë bërë gabim se matnin pulsin ku është ushtria e ruse në krahasim me armët e këtyre, dhe sa herë këto jepnin armë që si jepnin më të mirat, i shtynte Ukraina për te, ishin më të sofistikume, më moderne. Mirë, po këta ja presin prap, sa fuqësosh Ukraina ja presin, se ishin thjesht të bëjnë prova. Amerika ime bën prova dhe mirë e bën, ma të pulsin e rusëve, po vrisë slavë me slavë. Pra, të shti këto nuk e kanë atë numër raketash që do t'i duhet në qoftë se Irani rezistant. Këto Iran që mendojnë që Irani, ajo qeveri që është do dorëzohet nesmen, edhe populli iranian do dali, populli, jo, protestues i turmet e saj, Sali Berishës dalin gjithmonë ato, por populli, pra krejt populli iranian do ngrihesh, mjaft më me Al-Khamenei dhe si quhen këto, edhe kështu që nuk ishte nevoja të zgjas gjatë. Këta kanë thonë të zgjas me muj, po s'kanë menuar që të zgjas me muj. Kështu që këto s'kanë raketat mjaftueshme. Edhe kjo do t'i bëjë ato pastaj që se në dhe diçka tjetër, Irani po i shkatrohen mjaft raketa, disa dhe po i hell. Disa dhe thonë ai po pati kaq shumë se hell kaq pak. Se po të hell për shembull
100 raketa, po thuj dhe 1000, sa I ka 2-3.000, në një flot, në një nga këto flotët, në një nga këto anijetar mbajtse, po të hedha I 100 apo 200 për I herë, ai e fundos atë, se jo të gjitha mund t'i kapin ushtria amerikane, në ai e fundos. Një anije, po fundosi një anije, Amerika është fuqishme, por prostigji I bjen, edhe mbështetje këtu I bjen. Por ata janë të menshëm, ata iranian që kanë ngel. Ata nuk I hudhin gjithë raketët më I herë, për arsye se ata e din që po të shojë një raketë sot, Izraeli dhe Amerika do të shpenzojnë 10 raketa për me hudh nga ajri atë raketë që kanë hedhë këta. Nga ana tjetër po të shojnë drone që janë drone $100 që ato I bëjnë vetë 5 lekë. Ato në mbrojtje tash bazët amerikane, qoftë anije, qoftë ata që bëjnë Izraelin, qoftë ata Izraeli do harxojnë raketat për mi hudh poshtë. Pra Irani ka rezervën nëse reziston me dëmturon të ushtrinë tonë për arsye se ne mund të prodhojmë këtu në Amerikë. Por është shumë larg ti çosh. Do t'i çosh atje. Do të supply që të furnizosh anijet e tona që janë atje në gjendje përsik. Kështu që fillon kthehet shumë shpejt për një luftë pa përgatitur mirë e Amerikës kjo. Kthehet shumë shpejt në favorin iranian në momentin që lufta vazhdon. Edhe zgjatet, edhe zgjerohet. Aleanca ruse mund ndryshoj. Pra si ndryshum dhe ne e lëm balë Ukrainën, kur e sulmoi Rusia, por në momentin që ato rezistun, ne kur them ne Amerika dhe Evropa, ato thënë, këto po rezistokën, ne nuk e dikim. Kujtum se do të bjerë me në 2 ditë dhe të Ukraina dhe fillun të japin armë. Kështu do bojë dhe Rusia, se në momentin se thot Rusia, unë nuk e ndihmoj sot Iranin, që ti mos ndihmosh Ukrainën, por në qoftë ata shohin që Irani është në gjendje të mbrohet vetë, atëherë Rusia do kthehet ata që boti në Ukrainën e prish aleancën. Unë tash do t'je bëj juve me Iranin se jam në gjendje tash ta mbroj kallaj. Jo ta mbroj, po ta pushtoj kallaj Ukrainën, se ti si je në gjendje ta mbrosh, e unë të shkatroj edhe në Iran. Ndryshojnë aleancët. India pastaj, në qoftë se Irani reziston, edhe këta do ja shesin shtrenjtë. Aq shtrenjtë sa dëmtohet ekonomia e Indis, India mund filloj të bëj pakte me Iranin, sa janë edhe në BRICS këto, Irani, Rusia, edhe India kanë kriju një aleancën e vetë, BRICS. Ja më kot e ka bo bordin e paqes, që ju duhet I kuptoni me kujdes këta, bordin e paqes Trump para luftës, se mund të ketë një split, një ndarje të madhe, aty si që nda krishtianizmin e ortodoks edhe katolik, edhe botën OKB mund ndahet të mersisht ashti, se ashti janë problemet e Evropa, për shembull, nuk është më që shkon Amerikës mrapa që në hapin e parë, ato do I shkojnë Amerikës në qoftë se shohin që Amerika po fiton luftën. Kështu ka bo dikur Amerika me Evropën, kur bonën luftë, qoftë në luftën e parë botërore apo dytë, priste deri kur shifte se kush po fiton, edhe anontën krahun atyre që fitonte, që duket që po fitonte dhe shkon bombardon atë që po humb. Kështu tash po bën Evropa. Po pret e shef. Bile dhe Britania e madhe nuk shkon më mas Amerikës që me sinjalin e parë, po presin e shofin si shkojnë punët, edhe pastaj dihet se janë burra shtete dhe punojnë për shtetet e tyre. Pra, edhe një herë, nuk dihet si të shkojnë punët, bota është ndame në sfera të ndryshme. Pse? Ja se si është ndame. Amerika dhe Evropa gati po shifen si konkurrent të fshet, po të shkosh për shembull nëpër klube nade, edhe vinë 2 goca. 2 goca vinë shoqe, ose një grup shoqesh. Edhe shohin një djalë bukur që të dy e pëlqejnë. Ju po të shiftin me kujdes, do I shifti shenjat me I herë xhelozisë, pabesisë, qeshjes në fytyrë njëra tjetër sikur janë shoqe, po janë bo me I herë armik këtë njëra tjetër se cila për tyre do djalë. Të çfarë ndodh?
Amerika dhe Evropa që po forcohet kanë fillu të kenë sa xhelozit fshehta në vetvete. Mirë po, Amerika ka probleme me Kinën. Kina ka probleme me Amerikën. Amerika tash do të sulmoj, më falni, Amerika po bën aleancë me Rusin. Rusia është armike e Evropës, se Evropa e hongret se punën për djallë. Kur Amerika e përkrate Ukrainën, Evropa nuk e përkrate, shkon të mazvalës Amerikës me zërë. Kur Amerika nuk e përkra Ukrainën, Evropa do të përkra Ukrainën. Shifni këto divergjencët, ka shumë plasëritje, po qanë akulli ka qenë në një liqen. Liqeni ka qenë një ftoti malë, ka ngri komplet akulli. Mirë po kur po qanë akulli, nuk qanë me një drejtim edhe shkon e ditë nga të shkosh, ka fillu të qahet nga gjithanët. Edhe shumë vështirë të kalësh nga çdo drejtim që të shkosh, do shumë kujdese po të qahet jo në një drejtim akulli, por shkri nga gjithanët. Kështu është bota sot, krisa, që do thot, ne duhet jemi të kujdesshëm. Neve na duhet misia, se thashën në fillim që ne për një cigare dohan, për një dim të vogël, ne nuk të harrojmë kur të mirën si kam. Amerika, prej Amerikës jemi shtet në Ulsonin, si Shqipëri, prej Amerikës kemi shtet në Kosovën, prej Amerikës së Clintonit. Amerika e Ulsonit dhe Amerika e Clintonit në kanë bo neve si kam të kemi dy shtete. Amerika e Trumpit në ka dhënë pak zemër, që i kërcënoi Serbi se ka bo planet me Putinin vend tjetër, që ti më lëshoj pen në Kosovë dhe në Ukrainë, ashtu në Kosovë, unë të lëshoj pen në Ukrainë, ti mos përkra Iranin në kur të sulmojnë atje. Këta janë pakte, por ne jemi besnik Amerikës, edhe duhet të ruajmë aleancët, por pa bo zullum vete son me botën slave, do t'jemi të shumë të kujdesshëm edhe pa u bom armiq me Evropën, për arsye se na fshin nga faqja dhe o të serbët mrenaorëve, në qoftë se dalim e bërtasim, jo thjesht por Amerika, që zë bjerë, por e thjesht po bon ca pakte, na shesin. Duhet i kuptoj mirë që shitemi fare letë, mund na shesin. Për një gjatë madhe, për shembull në qoftë se shkon edhe i bin Tajvanit, ose në stridhë se shkon punët në Iran. Edhe nesër Putini mund t'i boj kërcënim këtyre. Okej, unë rri heshtur, leje Serbin të sqarohet, ta rimarr Kosovën. Kur nuk dihen planet, dhe duhet jemi jashtëzakonisht kujdesshëm. Pra, në këtë raste, kur çdo që të vi në qeveri, se nuk e dihet, edhe ata që vinë, edhe ata që nuk vinë, qose kemi ne këta që kemi sot këtë maskarajnë tonë, ky bën një politikë të hollë të mirë. Po nga herë kalon ata më arrogancë, po duhet të mos i prish, se ky e ka shumë të lehtë me kriju aleanca. Ka një natyrë ky Rama, po ka një arrogancë na përshfun që tjetri mund mos na e fal. Pra, ashtu sikur se lidh aleancë të reja, duhet të ketë kujdes, mos prish aleancët e vjetra. Për shembull, nëse do ketë përplasje, edhe hendek të madh midis Evropës edhe Amerikës, nëse Evropa nuk i bashkohet Amerikës në luftë, edhe këta thellohen e hendekjet, se Evropa do të paguajë taksët e luftës i paguajnë Evropa edhe Azia. Pse? Se Evropa dhe Azia do paguajnë atë fuqinë e naftës, nëse e blejnë sot $50, do ta blejnë nesër $100, qoftë nga kompanitë amerikane, qoftë edhe nga kompanitë ruse, se s'do të marrin më nga vendet arabe me atë shumicë që kanë marrë. Pra, këta do të bëhen të pasur, amerikanët bëhen të pasur, edhe rusë do përfitojnë, do shesin shumë, shtajnë naftën, tash se s'ka më shëlqi, s'ka më bosan, s'ka më domate, u prishën gjithë fermat, kanë met vetëm këta dy,
Këta natyrisht që kënaqen, se shesin më shtrenjt. Por në qoftë se kjo ndodh, Evropa, edhe në qoftë se Evropa nuk e shkon në luftë Amerikës, se s'merr asgjë Evropa, asnjëherë se kanë dhënë këtë asgjë, e tradhojnë se ndahen plaçkët e luftës. Plaçkët e luftës nuk janë më kështu që të rëmbejmë arin që keti, të ngarkojmë me makina si nazistët, ata që atje janë kompanitë, çojnë kompanitë e tyre për shfrytëzimin e naftës. Kjo është plaçka e luftës. I tregojnë atyre qeverisë se ku do shesin, sa do shesin naftën. Kjo është plaçka e luftës. Pra janë formë tjetër që nuk duken qartë, po sot lufta bëhet për kompanitë të mëdha. Kompanitë të mëdha nuk kanë nevojë të shkosh të t'ja marrësh ti pusin e naftës, edhe të ngarkosh anija të bish këtu pa paguajt. Jo. Pusin e naftës tashti e ka në shfrytëzim një kompani amerikane që duket se punon për shtetin e tyre, fjala vjen. Janë të fshehta këta. Mirë po këto plaçkat nuk e japin si ke lufta e Trojës. E ka qaj Homeri atë luftën e Trojës, që ata që luftojnë gjithmonë në kohën që nuk marrin ato plaçka që duani, merr pra balozi i madh. Me Menalea ose kush ishin këto që i merrnin. Kështu është edhe me Amerikën sa herë kanë shku. Por në qoftë se ndahet e përçahet Evropa me Amerikën që është shumë e rrezikshme pra akulli po çan nga gjithë anët, ne s'duhet bëhemi armiq të Evropës. Ne duhet mendimi si modi i madh, i pra indis madhe, ne Shqipëria i vogël duhet mendimi diplomat kujdesshëm të lidhim aleanca, të jemi besnik si që kemi qenë gjithmonë, për mos i kthejmë kurrizin. Si tha, kalova lumin e të 10 shekali në ure, në nuk e di se si ka qenë një shprehje. Du shumë kujdes se jemi komplet parëndësishëm dhe në fshin nga faqja edhe sa llogarit gabume. Bota është në kaos, botës nuk e dihet, bota mund ta lej Iranin të braktiset, në qoftë se lufta vazhdon, këta do bëjnë budulliqe kolosale Amerika dhe Izraeli, se do të humbin luftën për turp, edhe në qoftë se humbin luftën për turp, do humb prestigjin prap Amerika, dhe pse është balozi i madh, është si ai balozi i madh që është në trup i madh, po tallet botë, tallet kalamajt rrugës, dhe i rrof trupi që ka, edhe Izraeli do jetë më në rrezik, nuk do forcohet më shumë, për arsye se nuk ka gjë më të keqe në qoftë se shkatrohet një vend i fuqishëm edhe një popull aq i madh sa që janë shiat, 90 milion janë vetëm në Iran, por janë sa fqinje për shembull si edhe Azerbajxhani, fjala vjeqja shtet, flasin persisht që i lidh ajo gjuha persishte, janë sa shia në për Yemen, në Irak, e ku do diun Lebanon, e ku do diun që janë që i lidh feja, edhe kështu që nuk është një popull i vogël, popull Iran. Ka qenë perëndori, ka qenë për mijëra vjet fuqi kulturore, fuqi e shkencës matematik, fuqi filozofike, sa sfok Zaffarostra, se si ka që e përdor dhe Nietzsche, pra do shumë kujdes. Unë për vetën time mendoj që do bëj një gabim fatal Amerika dhe Izraeli në qoftë se vazhdojnë luftën, edhe në qoftë se nuk shpallin fitoren, dhe kanë fitu, po t'janë të menshëm. E kanë fitu se i kanë dhënë një leksion aq të madh atyre në Iran, sa që do thonë do t'jenë gati menjëherë të mos sulmojnë më, në qoftë se Amerika dhe Izraeli e moran luftën, të ribohen si shtet, të rindërtojnë anijet luftarake, të marrin për shtetin, të shpallin kush do bëhet kryeministër, gjithë të vënë gishtin kokës, që duhet të vazhdojmë prap, të jemi kërcënim, apo të shohim vatrën tonë, familjen tonë kanë naft me myt botën, e bën të pasur si Kuwaiti, si Arabia Saudite, që ne themi po puthin buthën Amerikës, por po jetojnë si kambi madh, janë gjithë pasunik, ndryshëm vriti fëmijët, bo pazaret, edhe bërdo nga herë 6 muaj si Irani. Duhen kompromise në këtë botë, gjithë do bëhen gjela.
Ja, pra, mos e shkatra vendin tat, por është për iranianët të vendosin, por më duket po imponohet nga Izraeli dhe Amerika, edhe në qoftë se këta do vazhdojnë pas strategji të rrojë fuqia ushtarake, teknike, elektronike çka kanë këta, se do ta humbin luftën për turp. Edhe në qoftë se lufta vazhdon, s'dihet se si do çahet e përçahet bota. Neve, si shtet i vogël, na duhet aleancët me ato fuqi të mëdha, por nuk duhet prishemi me ata që janë dhe më pak që nese mund të bëjnë shumë dëm. Sa më gjoka ju përshlet.